me aspekte dhe me histori të mos merren politikantë, të mos merren njerëz të ignorantë, të mos merren njerëzit e religionit, po të merren me punët e veta, me aspektet veta etj, në mënyrë që neve të na krijojnë hapësira, sepse t'ju them sinqerisht, një fjali, pavarësisht nga kushdo që thuhet, pastaj neve historianët po hekum shumë zor, madje duhet bëjmë edhe grupe për të argumentuar një të thënë nga një njeri që nuk është i thirrur për çështjet e historisë dhe nga konceptet që janë në përputhje të plotë me historiografinë serbe dhe me konceptet serbe ndaj shqiptarëve, siç është rasti për shembull i prurjes shqiptarëve në kohën e perandorisë osmane, sepse gjëja në Kosovë nuk pas ka pas shqiptar para se të vijë perandoria osmane. Prandaj po them që duhet krijuar kushte dhe mundësi që historianët ta bëjnë punën e tyre. Për shembull është regjistri i Pjetër Lukarit, një kreditor Dubrovnikas që ka shërbyer në Kosovë, në Novobërd, dhe ai ka mbetë si dokument, është listë e borxhlive, aty hasin emrat të shqiptarëve, të cilët në mënyrë direkte si Gjoni Arbanasi, Progoni Arbanasi etj. etj. Elementi tjetër i natyrës se perandoria osmane e ndërpreu procesin e asimilimit, po ashtu e ka një defekt natyrës logjike që nuk përputhet me kohë. Së pari, perandoria osmane e vendosi pushtetin e vet në shekullin e 15, domethënë edhe u stabilizu këtu. Ndërsa Serbia efektin mesjetar të asimilimit e ka pas pikrisht shumë ma herët, deri në kohën e perandorit Dushan. Prandej, viti? 1355 në vdes, prandej Serbia që nga viti 1355... Para betejës Kosovës. Para betejës Kosovës nuk është mo forcë e madhe e cila e ka kaluat periudhën dinastike të dinastisë Nemanida, se prandej efekti i saj indikimit veç ka ra, se prandej ky proces nuk ka mujt tjetë shumë efektiv që parashohin përfaqësuesit e kësaj tezës së mbrojtjes perandorisë osmane nga asimilimi. Elementi tjetër që nuk përputhet edhe është i natyrës logjike është aspekti kohor. Çka nënkupton aspekti kohor? Osmanët u vendosën në shekullin e 15. Islami si mbas mbrojtëse që merret nga asimilimi, se zakonisht këto binome shkojnë bashk, është pranuar në shekullin e 17. Atëherë çka më bë kësaj periudhe 200 vjeçare, domethënë pse na su asimilum si të krishterë në periudhën 200 vjeçare, ndërsa në shekullin e 17 dhe ju jeni mendimi që islamizimi nuk ka qenë ajo që e ka mbrojtur shqiptarët nga asimilimi? Nëse islamizimi kishte me qenë aq i detyruar prej shqiptarëve, atëherë kishin mujt me pranuar në shekullin e 15-16. Pse u prit 3 shekuj për me pranuar në shekullin e 17 e kemi islamizimin masiv. Ndërkohë që nuk kemi asimiluar. Ndërsa nuk kemi asimiluar. Prandaj kjo është ajo mendimi im logjik edhe historik që bjen ndesh. Dhe më thuj tash që nga viti 77 para erës sonë dhe deri në vitin po themi 1389. Nuk po shkojmë më vonë, po 389 te betejë e Kosovës. Sa shekuj ka dhe pse nuk u asimiluan shqiptarët? Pse u dash të vinë një perandori pushtuese dhe kinset na shpëtoi neve? Domethënë, këto teza janë absolutisht papranueshme. Pikrisht pse u identifikun me perandorinë osmane, përmes islamit i humbem 4-5 milion shqiptar që shkuan në Turqi. A nuk është edhe kjo një hemarogji e madhe? Ka dhe një tezë që thonë që perandoria osmane ka qenë çlirimtari i shqiptarëve të Kosovës. Po s'mundet me qenë çlirimtare kur vjen me armat. Nuk mundet. Këto janë koncepte që e kanë banalizuar debatin historik. Me të vërtetë e kanë banalizuar. Në fakt, realiteti është krejt tjetër. Luftat e Skënderbeut përse u bën atëherë? Pse pra se pritën perandorinë osmane shqiptarët janë ata që marrin pjesë në luftën kundër perandorisë osmane. E shënojnë një epokë të tërë. Edhe tash nga këndvështrimi i sotshëm, sikur unë ta vlerësoj shekullin 15, gaboj. Prandaj unë du me vlerësu edhe me mendu çysh është mendu në atë kohë dhe ç'është është vlerësu në atë kohë. Aspekti pse shqiptarët e pranun, jo pse e deshten edhe e pritën duar hapur islamin, pse ata i kishin 1500 vjet një tradit tjetër, traditën e krishterë. Islami është një element që është futur. Mendoj që duhet kemi përgjegjësi më shumë me që po flasim për opinionin qytetar dhe shqiptarët po na dëgjojnë edhe po na shohin. Tezat e profesor Kaleshit për mua absolutisht janë të kontestueshme dhe të papranueshme. Për shkak se janë teza të pavërteta, edhe janë teza 100% në përputhje me konceptet serbe për Kosovën, për popullsinë e Kosovës dhe për drejtën historike dhe etnike. Unë po ju them shumë sinqerisht, më vjen keq për këto teza, po
Këto teza janë tezat çroditura sepse janë shumë tendencioze. Unë pushtuesin asnjëherë nuk e shoh si shpëtimtar. Na pushtuan dhe na sënduan. Pushtuesi përkatësisht sënduesi asnjëherë nuk të mbron. Ai mbron interesat e veta, pavarësisht se dëmton ty. Nuk njohëm ndonjë pushtuesi i cili ka ardhur dhe ka ardhur si paqësor me qëllim për të zhvilluar një vend, se s'ka pushtues tillë. Çdo një pushtues që ka ardhur ka pas për qëllim zgjerimin e tërësisë territoriale, asemblimin e atij populli dhe kështu ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme. Edhe në kohën e Dushanit, po kjo politikë është zhvilluar. Nëse sa i përket fesë, po themi kuptimin e shtetit dhe të drejtës që ne marrim, është fakti pa kontestueshëm se asnjë qytetar nuk pranon një fe tjetër, që ta folën edhe para folës këtu, në vullnetare. Sepse nuk ka njëri i cili mundet me një shekull ose me 10-15 shekull që kanë qenë shqiptarët të fesë katolike, foli shumë bukur i dhe me ndarni perandorisë Romakën në dy pjesë, që shteti dhe drejta këte e konsideron një dhe faktorit kryesor për pozitën e shqiptarëve në kodën në aspektin shtetëror dhe të drejtës në Bizant, nuk ka rast që mund të themi që përveç ndonjë elementi i cili për interesa feudale ose fisnike në krimin e feudeve të ndryshme që ka pranuar. Edhe nuk shoh absolut nuk shoh asnjë moment të tillë që mund të themi se dikush në përjashtim të rasteve me vullnet pranon në këtë kontekst mund t'ja bëj njëri pyetjen me vetes aktualisht. Si është bërë me qef. Me shumë qef. Edhe ta tha profesori fort bukur. Unë po e them atë çka mendoj unë edhe mbas të asaj çka. Prit, unë dëgjova shumë gjëra. Gjaj sekond. Ju, domethënë pi paraqitni sultanët me logjikën e sodit, me një logjikë 100% paqësore, që s'është ashtu hiç. Jo, lutem vetëm një sekond. Nuk është e vërtetë që po i paraqitesh ashtu. Në qoftë se sultani ka heq kokën vllavët vet për me marrë pushtetin. Ja, nuk është tjetër sens, sepse ju po i lidhni dhe po i bëni aq paqësor sultanet sa që ato në një farë mënyrë po themi kanë qenë vla, apo na shpjegon profesor ta këtë pengmarrin apo na shpjegon pengmarrin. Shpjegon na pengmarrin edhe pastaj po të sjell. Është krejt emocionale kjo. Ne tash po atëherë le të themi thjesht pse Gjergj Kastriotin e mundën si fëmin peng dhe e qun. Pse mundën dhe me qindra edhe me mundën këtu me nxjerrë më ndëgjua 2 orë nëse ki dëshirë. Unë për vetë nuk kam dëshirë të ndëgjoj teoritë të perandorisë osmane lidhur me shpërndarjen në mënyrë vullnetare, forma të ndryshme mbi hapësirën time shqiptare, sidomos. Është çështje ju personale, prandaj e vërteta nuk qëndron fare, s'është ashtu? Jo. Krijohet një farë lloj koncepti krejt i gabum. Ju po thoni fashën që me dhuni është ndruar domethënë. Shiko, tash gjithë e dim që nuk është e mshef. Në qoftë se një fisniku shqiptar, një feudali shqiptar e kanë nënshtruar dhe ja kanë marrë fëmijët peng, siç e kemi rastin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ja kanë çuar në borrin perandorakt sultanit. Ja kanë shkollu, ja kanë ndru fen dhe ja kanë ndru emrin, ç'a quhet kjo? Në qoftë se Gjon Kastrioti do i çonte fëmijët e tij me dëshirë, jemi në rregull këtu. Por unë nuk kam si e quaj ndryshe. Pastaj, e dyta që është me presion, a lehtësohet. Ideja që e taksave, ishte taksa e gjithë. Dhe nuk ka njeri, dhe nuk ka popull në botë, dhe nuk ka popull në botë i cili mundet në mënyrë paqësore ta dy çështje të bën. Një të pranon pushtimin dhe dy të pranon një fe tjetër që është në krahasim atë 1500 vjeçare unë e kam dhe pranoj pushtimin në mënyrë vullnetare dhe 1500 vjeçare për kam një fe dhe pranoj tani një fe tjetër në mënyrë vullnetare. A keni fakte? A ka fakte që shqiptarët nuk e kanë pranuar, domethënë e kanë pranuar me dëshirë? Shikoj sa shqiptarë ki të shpërndar ti në visit të ndryshme që janë marrë dhe janë depërtuar nga visit shqiptarë në këtë kohë për shkak se kanë pranuar fenë muslimane ose ka kundërshtu. Në shtetin dhe të drejtën thuhet kështu. Veprat penale kundër perandorisë osmane ka qenë të ndara në dy. Në vepra penale kundër shtetit dhe fesë dhe vepra tjera për të cilat perandorisë osmane nuk i ka interesu. Kështu thuhet në historinë e shtetit. Dhe çdo kush që ka vepruar kundër perandorisë osmane në çfarë do drejtimi, qoftë fetare tutje, dënimet me vdekje, dënimet me depërtim, pa shitje pa kurrë, duke i qenë në përviste të ndryshme
për te Anadolit, deri në Siri, në Egypt dhe vendet e tjera, jashtë të shpëndarën gjitha unë të perandorisë ku kanë qenë. Dhe këte na flasin, për që se e marrim, e kjo po thë që me dhunë është sigurisht me dhunë, absolutisht. Qëndroj i patundur në te, se asë sot kusht pranon kërkon një, asë di pështim rrasë një Po termi dhunë në perandorinë osmane është koncept më i gjerë, përmes presionit, taksave, gjanave tjera, që nuk duket në mënyrë direkte, por në mënyrë indirekte po. Prandaj kjo është elementi tjetër që e komplikon edhe e bën ma problematik procesin e islamizimit. Elementi tjetër që u përmend argumenti, qysh mundemi me spjegu procesin e kriptokatolicizmit që është prezent të shqiptarët. Kripto do të thotë i msheft, katolik i msheft. Nëse kanë pranuar në mënyrë vullnetare, pse kanë bërë msheft katolicizmin? Domethënë, është proces i cili është shumë kompleks. Ndryshon çështja me katolikët është më komplekse. Psi? Perandoria osmane, armiq permanent dhe sfidë serioze në perëndim kishte botën katolike. Dhe katolikët vendor natyrisht i shifte si rrezik permanent. Çdo i huaj, çdo vizitor, çdo prif katolik që kalonte detin dhe vizitonte kishat që ishin në mas të vogël më në këtë kohë, tapsirët shqiptare shifishin me sy dyshues, duhet dalluar dhe kontributi i tyre është i madh në kulturën shqiptare, sidomos që ndihet sidomos në shekullin 16 dhe 17. Pranimi i islamit e futi një element i cili e rrezikon të qenien shqiptare e duhet gjetë një mënyrë për t'u kaluar. Shqiptarët derisa ishin të krishterë, sikurse ortodokset edhe katolikët e ruajtën emrin e vet arber. Në momentin kur filloi islamizimi, megjithëse ishin të njëjtë në gjuhë dhe në elemente tjera, na ndante elementi fetar. Prandaj elementi arber rrezikon të ndante shqiptarët në arber katolik edhe në shqiptar të cilët e pranuan islamin. Prandaj u largu termi arber edhe u fut emri shqiptar. Kur erdhi shekulli i gjatë osman, që është shekulli 19, dhe perandoria po zbehej dhe ushtri për tokë, bashkë me to ushtrim edhe ne. Kjo është fati, ne ndajtëm fatin me to. 5 shekuj. Neve ne ka marrë me dhunë, në kanë që nëna. Unë apë mendimet e mia, profesor. Unë e them që ngrisim një çështje për të diskutuar. Pse shqiptarët u vënuan më shumë në Ballkan? Dhe tash, shpesh njerëzit kur dojnë të arsytojnë perandorinë osmane, përdorin terma, koncepte, emrat ndryshëm, shqiptarët kontribuan etj. Shqiptarët i kontribuan perandorisë osmane. Perandoria osmane u shpërblej atë kontribut, po si qytetar, jo si etni, e ma vonë as si kom. Në deri në momentet e fundit nuk e njefte etnin shqiptare. Edhe kur krijuan shtetet kombe në shekullin 19, të gjithë u krijuan, të gjithë i njohu. Neve nuk na njihte as autonominë. Dhe ngjizja e konceptit për shtetin kombëtar të shqiptarët fillon të lidhja e Prizrenit. Dhe perandoria osmane prap nuk ishte në gjendje që t'i njohë të gjitha vilajetet shqiptare autonome nën sovranitetin e perandorisë osmane. Pse? Sepse e kishte me shumë interes që ta mbante këtë territor. Shqiptarët e besimit islam i quan të si turq, shqiptarët e besimit ortodoks i identifikonin si grek dhe slav, shqiptarët e besimit katolik si latin. Ku janë shqiptarët këtu? Dhe sa herë që perandoria osmane e kishte punën pisk në konferencat e paqes, sidomos te kongresi i Berlinit dhe konferenca e ambasadorëve në Londër, ç'a bënte? Domethënë për të shpëtuar territorë dhe interesa tjera, në zona tjera strategjike, ajo ç'a bënte? Lëshonte pet tek tokat shqiptare. Dhe tash hajde më thuajti mu kush ishte protektori i shqiptarëve këtu. Dhe hipotetikisht, sepse kanë njerë për t'i vu tezat, duhet nxisim edhe çështje hipotetike. Në qoftë se shqiptarët nuk do vendosin ata 2 muajt e fundit për ta shpallë pavarësinë e shtetit shqiptar, hipotetikisht neve do na rrezikohej qenia kombëtare. Dhe është e pa kontestueshme, mund ta mbrojnë çdo kush çfarë do ideje, dhe mund të identifikon mendimet me çfarë do ideologjie tjetër, që perandoria osmane rrjedhimisht ka qenë kundër pavarësisë, kundër shtetit të pavarur të shqiptarëve. Dhe atë me mjete luftarake, me ato më të sofistikuara të kohës, me dhunë dhe masakra jashtëzakonisht shumë të mëdha. Tashi kur është profesor Mala këtu, që është medievist, është ekspert i kësaj periudhe dhe e njeh fenomenin, me u thënë drejtën unë ndjem pak inferior dhe nuk kam qef më fut fort në këto thellësitë shkencore ku zotëria është shumë kompetent.
Kur flasim për shekullin 19 dhe fillim shekullin 20, ndjej pak kompetencë aty, me që jam i specializuar. Me shkurt frasër bjerë. Shumë shkurt. Na duhet ta shohim shqiptarët në raport me perandorinë osmane. Mu s'është kam interesën me shpjegu fenomenin e perandorisë osmane, dhe ku ka qenë, çka ka bëhet tjerë. Marrëdhënia me shqiptarët. Dhe tash, shohim përpjekjen e pashallëqeve shqiptare. Perandoria osmane u mundua që ti instrumentalizoj dhe përmes pashallarëve shqiptar ta qeverisë më lehtë territorin. Çka ndodhi? Kur pashallarët shqiptarë shfaqen pretendime për të kriju një lloj autonomie në raport me perandorinë osmane, ajo i shkatërroi. E kemi rastin edhe të Alipash të Pelenës, që knohet edhe në kanë, koka dhe trupi e tjerë. Bashkë me Alipashën, u masakruan edhe 300 feudal tjerë. Do më thënë aty, vi më tej, në kohën e rilindjes si të ndëqen, sepse perandoria osmane lejon të shkolla vetëm slave dhe greke, edhe shkolla osmane, pas një shkollë shqip nuk e lejonte. Përkundër idesë që kishte pretendime që të hapen shkolla kombëtare. Vim tek lidhja shqiptare e Prizrenit, para kësaj tek vilajetet shqiptare. Territorit shqiptare, gjeografia shqiptare u ndan 4 vilajete, dhe këtë që të sundohet më lehtë. Ideologët e rilindjes kërkuan nga perandoria osmane, nuk kërkuan pavarësi, kërkuan autonominë si fazë kalimtare, sepse ishte shembulli që ndoqën gjithë popujt e Ballkanit që krijuan shtetet e tyre kombëtare. Perandoria osmane nuk u njohu. Erdhi Kongresi i Berlinit, me miratimin e perandorisë osmane, territoret shqiptare u coptuan. Shkojmë pastaj, nuk ndalemi shumë. Që nga viti 1878, lidhja e Prizrenit deri në 1910, ka ngjarje më shumë kulturore që i kontribuan rrugtimit të shqiptarëve për pavarësi. Kryengritja shqiptare vitit 1910 në Kaçanik. Domethënë, kjo është jashtëzakonisht një shurje asaj kryengritje tmerrsisht. Masakrat që i ka bërë perandoria osmane janë pyetin njerëz nëpër Karadak. Pastaj u zhvendos kryengritja shqiptare në malësitë mbi Shkodrës. Edhe aty u shua me dhunë. Pastaj kryengritja e përgjithshme e vitit 1912 filluan luftrat ballkanike. Në momentin që perandoria osmane e pa që është pa zonja për të mbrojtur territoret e veta, sepse shqiptarët ishin nën perandorinë osmane, tu zbahet fjalë për mbrojtje të shqiptarëve nga ana e perandorisë osmane. Erdhi konferenca për territorin, pra. Erdhi konferenca ambasadorëve në Londër dhe pra perandoria osmane, domethënë, edhe ishte pa fuqishme, edhe për të mos humbur territoret e ndërka, i sortoi territoret. Avan të lutem zoti ka një fjalë në fund. Unë do të them vetëm këtë. Me rënien fizike ose me humbin e luftës në vitin 1478 kur Lek Dugagjini, si rënia e Kurujës e Tutje, përfundimisht. Në histori shtetës drejtës, flitet thuhet se mbi 300.000 njerëz janë detyruar të lëshojnë hapësirën shqiptare në përgjithësi. Një populli, që heqësh 300.000 njerëz, që tash më heq 300.000 njerëz, një popull që ka 10 milion, e kuptohet në ata njerëz që kanë qenë më të përgatitur, më të aftë, njerëz që kanë qenë të kulturës, të arsimit, të armës, të organizimit, pushit, të tutje, bjen një popull në gjendje shumë të rëndë, që i duhet shekujt e tërë për të ardhur deri te niveli që ta merr vetveten. Në këtë kontekst ka qenë me shqiptar. Edhe në këtë kontekst e kemi rilinjën kombëtare, lidhjen shqiptare të Prizrenit edhe Matutja, dhe t'ju them sinqerisht, në fund përfundimisht lutem. Deri në shpallën e pavarësisë kombëtare, nuk shoh asnjë punë, aktivitet pa veprim, qoftë intelektual, qoftë diplomatik, qoftë ushtarak që perandoria osmane ka bërë favor të shqiptarëve. Krejtësisht shqiptarët ka qenë jashtë rrjedhave të politikës tillë të ndërta.